Aksesorët padyshim janë finalizimi I çdo veshje. E këtu afër vetës kam Era Magjaraj, me të cilën do të flasim për punimet e dorës që krijon ajo varëse e aksesorë të ndryshëm. Përshëndetje Era. Përshëndetje Nora. Faleminderit që ke gjetë kohë me qenë pjesë e rubrikës time. Gjithashtu, faleminderit dhe juve për ftesën. Fillimisht si nisi pasioni dhe dëshira për të bërë aksesor? Kështu në fëmijëri, unë jam rrit prej gjyshes, zakonisht ka pas si talent pundore të shumta. Pa jo me me thurje, po në të rrit afër saj, e pash një farë talenti që mund me pas edhe one me rruza kryesisht. Edhe fillova, isha në moshën shumë të vogël, 7-8 vjeçare, vazhdova për disa vite. Kështu por dëshira jame për jetë ka ma shumë e fokusuar me mësim. Kështu që nuk kisha shumë kohë mu mirë me të dyja, kështu që pauzova për një kohë shumë gjatë. Tani kur isha kështu në fakultet, në bazë talente të tjera që I shisha të vetja, kryesisht me pikturë që merrsha, e shisha që kisha një frymëzim tjetër, diçka edhe po du me bë, po nuk disha çka. Kështu mesha edhe me mësime, po edhe me pikturë zakonisht, po e dëshiroja diçka tjetër, por nuk e disha thellë atë çka ishte. Kështu që tipo trendet e aksesorëve, fillova kryesisht të frymëzu për trendet të tjera, për kompanive tjera, duke shikuar, kështu që fillova me prodhu atë në bazë tyne. Me kalimin e kohës është një 4 vjet u mirë me to, tash po frymëzona zakonisht prej vetës. Ta din prej shat diçka nxjerri prej vetës, prej frymëzimit brendshëm, po. Po sa ka qenë ndoshta e vështirë me heq dorë për një diçkave që ju ka flejt në zamrën tua, edhe me ndjek një profesion si që është mjekësia, edhe që janë ndoshta dy gjëra të kundërta. Mendoj që kanë dy sene që I kom dasht, po nashti ky ka qenë dëshirë ma fshat, nuk ja kom shpreh dhe vetës më pa. Edhe të pasi edhe dëshirë ma të madhe, mësimin pa ta vazhdu me mësim, që ju me lanë si peng, po me kalimin e viteve, mendoj që ajo dëshira brendshme ka filluar më shfaq në vetdije, më shfaq si dëshirë me realizu, kështu që tani vazhdova. Si jeni ndjekur kur jeni rikthy prap? A e keni pas po të njëjtën dëshirë, po të njëjtën kënaqësi ndoshta kur keni kriju? U kon më e madhe, se kur je fëmijë diçish, okay, bën atin, po kur I kon më e madhe e sheh edhe vlerën qysh po se pishe vajza të ti morë, të ti nuë, se të I përdorën për ditëshmëri, edhe kjo tani të bën kënaqësi më të madhe, se edhe të morë falënderime dhe kënaqësi për punën tone, të frymëzon vazhdimisht, është një farë feedback pozitiv që të shtin me vazhdu përpara. Po, ju kanë pëlqyer edhe juve aksesorët, ndoshta që keni vendosur po pikërisht me aksesorë që ti punani ato? Po, kur mirësh me veshje ose për outfitet ndryshme, mendoj që aksesori është tani pothuajse më e rëndësishme se jap një hijeshi ose një finalizim. Po, atë edhe ta çet pjesën unike tonë më pas, që të bën atë më kanë mu veçu pi të tjerëve ose atë me shpreh një farë anë tonë që tjetër kush se ka. Edhe mendoj që atë secili njeri është më I veçantë nëse përdor diçka që ti dëshirë ki menu ndryshe pi të tjerëve. Cila është ndoshta një pikë që ju nuk e ndronin në krijimet e juaja? Cilat janë ato pikat të rëndësishme në krijimet e tua? Mendoj që kombinimi I ngjyrave edhe mendoj I mësimin detaje për më kanë një aksesor shumë I mirë punu, do të me punu mirë edhe më kanë kepja në fund, mos më do ka den detajet keq, ajo e bën më kanë më dojë punimi ma mirë. Cilat janë materialet që përdorni më shpesh edhe që ndoshta edhe juve ju pëlqejnë, po edhe të tjerët I pëlqejnë? Zakonisht edhe tjerët për pëlqejnë, po edhe nisna edhe për vetët që pëlqejnë janë produktet natyrale, kristalet zakonisht tashti edhe janë mod, po edhe tregojnë edhe veçantinë e tyne. Tani janë gurt natyral, po përdor edhe rruza të fabrikume, po edhe gurt fabrikume, varësisht atë për modelet edhe varësisht prej çka dëshirojnë tjerët. Ama kryesisht për vete, fokusona në detaje edhe
produkte natyrale. Sa janë të veçanta ndoshta këto që janë punime dore, që ndoshta nuk i shete secili prej nesh, se ka aksesor që po bëhen ndoshta viral, trend, edhe që po i shohim tek të gjithë. Po këto aksesoret handmade që janë punime dore, ndoshta e kanë atë veçantinë e tyre që nuk mund t'i shohësh tek secili person. Qa kom mujt me vrejt edhe të vetja, është që kur e prodhojt njëjtin produkt njëjt, kur nuk dali njëjt. Se ndryshe është, kur nuk mundet mu sill teli njëjtën mënyrë. Edhe kjo menoj që edhe një produkt i njëjt i bën dy personat ndryshëm, apo kupton nuk mund mu kanë kur njëjt. Qaja është veçantia që menoj që mundet mu bë prej këtyne produkteve. Sa vlerësojnë ndoshta këto punimet e dorës, njerëzit? Këto vlerësojnë kogja, po varet edhe prej vendit për cilit po vinë. Për shembull në kryeqytet ose në vende ma urbane, vlerësojnë vajzat ma shumë. Ndërsa varet edhe për produkteve, më kryesisht këto vende janë që vlerësojnë ma shumë. A punani në bazë të kërkesave të klientëve, apo vetëm ato krijimet e juaja që i keni në mendje? Varet. Nëse në një moment jam e frymëzuar vetvete, nëse nuk ka kërkesa, frymëzimet i bëj vetvete. Ndërsa nëse është në çast një kërkesë për klientit, atëherë bazohen në asaj që kam bërë më herët. Domethënë, gjithmonë nëse jam e frymëzuar realisht për brendësisë time, bëj produktet vet, sipas dëshirës. Po sa e rëndësishme është ndoshta me pas kohë dhe me pas përkushtim në këtë fushë, se ndoshta nuk është e lehtë të krijosh. Realisht për mua është shumë e vështirë, se njëkohësisht duhet të dhe shumë punë edhe studimet e mia. Edhe për këtë arsye ka njëherë frymëzimin, që më thonë, ngurtësohet edhe nuk mundet më shfaq në sipërfaqe që kam dëshirë. Për këtë arsye koha është një sen shumë i rëndësishëm për me realizu këtë sen, edhe që tash me kalimin e kohës, koha për me prodhu është ma madhe për mua dhe po m'jep hapësirë edhe dëshirë ma të madhe me vazhdu me këtë rand. Sa jeni e lidhur? Sa mundeni me qëndru pa kriju diçka ndoshta? Unë jem një tip shumë hiperaktiv edhe gjithmonë, edhe derisa jem kanë studime edhe jam, nuk mujt veç me një sen më mirë, edhe jem pa mirë edhe me piktur, edhe akoma mirën, po nuk mundem me nejt pa bë kur gjatë, çdo minutë është që kom qaf me kriju ose me bë diçka të rëndësishme, ose pa marrë parasysh vetëm me shfaq në sipërfaqe ata që gjenden brenda meje. Sa jep si këshill ndoshta që secili prej neve të merret me diçka, qoftë edhe në një pjesë të kohës së tij të lirë që e ka. Ndoshta edhe kjo krijimit e dorës qetëson pak, të largon nga ajo rutina ditore, edhe fokusohesh në atë krem që e të e realizuar. Unë më thonë që secili njeri është krijuar për me bë diçka njëjtë, edhe secili është për diçka. Është mirë që koha mos më hub vetëm tunajt, ose po është mirë me gjetë veten. Secili ka diçka të mshaftë në vetvete, edhe është shumë e rëndësishme me shfaq më pas ato gjë që ti as ti nuk e din. Fillimisht na është të kërkon kohë me gjetë për çka i talentum, ka shumë talente në botë edhe ka shumë sene për më mirë në jetë, kështu që nuk është asnjëherë humbje kohë për me bë diçka të tillë. Mendoj që kjo t'jep edhe dobi tjera, për shembull, ka shumë ngarkesa në jetë, ka shumë probleme në jetë, ku ti nëse realisht e shjen talentin tënd, çdo gjë zgjedhet. Çdo gjë është adhen e lehtë për me jetu në këtë. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e rubrikës time, shpresoj të kemi edhe raste të tjera në realizimet e tjera të juaja që punoni. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Grazie.